Që shumë kohë ushqejnë njerëzit me produkte të kafshëve, po mjanu menën veganismus ka gjithkun. Për që ata ndoshta edhe vegan eksperiment kërkohet shumë. Normal që për këtë temë kom një edhe unë shumë, po edhe unë pranoj që mishin ma kona shumë. Nuk është që shumë shpesh, po gjatë kohës një copë e mirë e mishit bën mirë. Po edhe pa mbyt hiç, edhe produkte tjera të kafshëve mi kona shumë, si për shembull qumshtin apo vezet. Edhe i halli kom hongër gjatë gjithë jetës. Po kjo nuk do më thonë pse tash jam mësu mi hongër që është në rregull. Për që ata në këtë video du me ndryshu sistemin në ngrenjes, e du me provu jetën e veganit. Qa janë arsyet për me jetu vegan? A është për në me ma shëndetshëm për jetën tonë, edhe a është ma mirë për ambientin? A është ndoshta edhe vesh një trend që ju ndo këtë interesant njerëzve? Dhe për këtë tanav, sa është zërë me jetu si vegan? Edhe këtë sen du me kuptu. Ko marrë hap me e bo një eksperiment javor, një avë dit kom jetu si vegan, edhe me pasë qka kom kuptu prej veganismus. Dhe njerëz, sot është dita e pare eksperimentit vegan. Ora është gati 7 i mëngjesit edhe unë jam të shku në punë. Dhe me thonë njerëz, mëngjesën se kom zëshëm, se kështë është qdo mëngjes, veç ekspreso pi, kom u konesenca të buka, se s'kom e ditë qka kom me hongër. Okej njerëz, qëto janë makarona arabiata, janë do më thonë vetëm me sos të kuq edhe me kep, do më thonë sos domatësh edhe kep. Tash thot pyetja më e rëndësishme. Çka do më thonë mu ushqy vegan? Vegan nuk ushqesh me produktet e kafshëve. Siç mundesh me cek mish, peshk, fruta detit, po edhe prodhimet e kafshëve, siç janë yndyrna, vezë, qumsht dhe mjalt. Po njerëzit që jetojnë vegan nuk përdorin as tekstile që prodhohen prej kafshëve, siç janë lëkur, lesh apo lpendra. Okej njerëz. Qash është ora dikon 6 i promjes. Jëm ka do më thonë oriz me ketchup, pommes frites me ketchup, pak salat edhe pak buk. Pi haq shto, po këqyri apja fëzgjum pak, ose me këqyr është i lira lpionja elfetit me dal sote me pila e sal. Shive me, ha? Gjeva kjufe, kastraveca edhe 2 dardha. Qësas pas të hongër dardha. Arsyeja për me qenë vegan dohet në 3 kategori: etike, shëndet dhe mjedis. E tash këto dojna mi këqy pak ma sakt. Për etike është mas shumë të për qetësinë e kafshëve. Veganat nuk dojnë që për konsumin e tyre kafshet mu myt ose mu maltretu. Ne mendoj për eksperimentin tonë që është shumë eksperiment i mirë, në vend që do më thonë, tash ti po na thënë neve se unë s'kom nevojë me këshqyr që shoh, po na tregon ti. Se na shqiptarët s'është, kurrë shqiptarët s'është vegan, kështu që po është te Uta Krasni që një aktor shumë e fortë. Është vegan, a? Po, edhe që ata tregu që është? Jo. E apshe, do më thonë, më vyni shqiptarët që më tregon që është me konë vegan, sidomos ti që jeton këtu ku jetoj edhe unë, kështu që aty është njëjti vendbanimi, njëjti akses në ushqime. Shkon të arsyeja e dytë e të konit vegan është shëndeti. Shumë mjek kanë konstatu që vegetarianat dhe veçanarisht veganat shumë pak vujnë nga trashësia e tepërt, nga humbja e gjakut dhe nga yndyra në gjak. Po ashtu kanë konstatu që të veganat shumë rrallë kanë ndodhur tjetë kancer, diabet apo të smundje të ndryshme. Nuk e di se ta ditë është. Veç e di që më ka orë që shumë jam unë gjatë gjithë kohës jam unë, ja ka njësë edhe disponime më kogja shumë. Mjedisi.
për mjedisin nuk kom mujt mu informu shumë mirë dhe sakt, se nuk du me jep informatat gabume. Për mjedis nuk kom mujt me mësu konkret arsyen, do arsye ma të vogla që i di edhe i kom mësu është që do më thonë janë do arsye të fabrikave të ndryshme që në qumshit mishit se çka ndotin ambientin, po konkretisht nuk e di arsyen e mjedisit, nuk e kom gjetë. Veganismus është një temë shumë e gjonë që një video ka që shkurt e jemja nuk e ka kallëzu as 1% e veganismus. Veganismus është një temë shumë e madhe që në përbot është ka përdorët shumë. Do më thonë, në sen që e di që e ku mësu, do më thonë, vegan është zërë në fillim me YouTube, po gjatë kohës mësohesh që e din çka han edhe mësohesh me çat ushqim. Veganat në pushtetet jashtme, jashtë në Kosovë, në pushtetet jashtme e kanë shumë akullaj se për çdo produkt është zavendësimi i tynëve. Po nisna në Gjermani, do më thonë, qumshti i thjesht, po ki edhe alternativ qumshtit që nuk është prej që më thonë dash, nuk është pikazhe. Do më thonë e di, në Shqip nuk e di që i thonë se nuk ka, i thonë zoja milsh, që bëhet qumshti prej bimëve. Do më thonë që e kanë qumshin veganat e vetë. E kanë mishin e vetë, shnislat, virshlet, salamin, gjathin, krejt, janë do më thonë i kanë që është jo e kafshëve. Që normal nuk e ka shijen e njëjtë, po e kanë atë zavendësimin që mujnë ma kollaj. Në Kosovë nuk e njeh kërkon që është vegan, e njeh vetëm aktoren ton Teuta Krasniqin, që e di që është ajo bashkë me burrin e vet. Unë se një javë që kom jetu si vegan, më ka dok shumë zërë edhe jam kun gjatë gjithë kohës unt. S'ka lidhje sa kom hongër, qa kom hongër, më jam kun prap unt. Nuk e di, kërkoj falje nëse kom hongër diçka ose që kom pi diçka që nuk është kon vegan, se nuk është që jam i mësuar edhe që e kom bo shumë shpejt eksperimentin, se këto pjesë që i keni pa që kom jetu, jam para 1 muaj ose para 2 muaj. Tash jena në kohën e karantinës dhe vendosa me qitë këtë video, po interesanta e videos është domethënia e veganismus, jo domethënia çka kom bo unë. Nëse ju pëlqen kësi lloj eksperimente dhe keni qef hala me bo eksperimente të ndryshme, bëni një like, mos harroni me bo subscribe kanalin edhe komentoni ndimin tuaj për veganismus. Komentoni nëse e ngjeni dikon, nëse jeni vet ose thjesht sa ju intereson kjo temë ose sa keni ma herë për këtë temë. Faleminderit shumë që e qeshit video edhe kalofshi mirë.